Përshëndetje miq të Times, jemi me 7 mars në këtë ditë të shënuar për të gjithë mësuesit, duke i uruar atyre një karrierë sa më të mirë dhe një pension sa më të mirë për gjithë ata të cilët e kanë përfunduar ciklin e tyre të mësimdhënies. Jo pa qëllim 7 marsi kujton gjithmonë mësuesit, ndërto unë kam ftuar sot Isuf Bungurin, një mësues i dalë në pension. Isuf, përshëndetje. Faleminderit. Ju uroj punë të marë. Fillimisht gëzuar festën e 7 marsit. Faleminderit. Sepse sa që vjen 7 marsi, ne rikujtojmë gjithmonë mësuesit tanë që na kanë dhënë mësim kur ishim sidomos mësuesin tonë të parë, që nuk harrohet asnjëherë. Isuf, ju sa vite keni punuar si mësues? Unë kam punuar 41 vjet. 41 vite. Po. Sa i vështirë është ky profesion? Është i vështirë, por kur punohet me ndërgjegje edhe i kujton ato vite të vështira dhe kur ke kohë rezultate, bëhen të lehta. Puna gjithmonë duhet të ndiqet për të pas rezultate. Unë misionin si mësues, kam fillu në rrethin e Matit, në zonën e Klosit, në fshatin Shkallë. Pikërisht edhe nga fshati ku unë kam edhe origjinën, edhe ti njeh shumë miq të mi, të cilët ne tashmë kemi edhe miq të përbashkët. Isuf, e mban mend klasën tënde të parë, që ke dhënë mësim, sa vjeç ishe asaj kohe, edhe a i kujton nxënësit që i ke dhënë mësim për herë të parë? Jo vetëm që e njoh zonën se punova 2 vjet, por dhe nxënësit deri para 3 vjetësh i maja me aftësi. Emër, biemër dhe aftësia? Emrin e biemrin e aftësinë gjithë. Sa nxënës ka pas klasa jote e parë? Klasa e parë ka pas 14 nxënës. Dhe i mbaj mend emrat të gjithë? Të gjithë nuk i mbaj, po shumicën e mbaj. Prej klasës parë, kam pas Baki Shaqir Hysen, Sabri Ramazan Kurti, Hafize Rustem Hoxha, Ali Sul Vaka, Ibrahim Haxhi Dalliu, Miftar në klasë të parë një. Po. Pastaj se kanë kaluar edhe shumë vite. 57 vjet më. Janë edhe emocionet që ndikojnë pak për të... Kuptohet. Ndoshta të gjithë nuk i mbaj mend, por para 3 vjetësh i kam mbajt mend si punë e një vjershe. Kurse të shtej me thonë drejtën, mosha bën vetën, edhe vitet po ashtu, edhe mra që u bona operime dhe kështu. Isuf, sa vjeç keni qenë kur keni dhënë mësim për herë të parë dhe a i mbani mend emocionet kur ju dhatë mësim herën e parë përpara klasës? Unë kam fillu 18 vjeç e gjys, 19 fjalë, si kam fillu punën në Shkallë. Kam pas klasën e parë dhe të tretë. Këto si i numrova të shtëpi kanë qenë në klasën e parë. Kurse në klasën e tretë kam pas Qemal Hysen, Merjeme Kurtin, Miftar Dalliu, Gani Hoxha, edhe motrën e vetë se kam marrë të terin. Po, patjetër mund ta marrësh, çfarë do të kesh? Po, patjetër mund ta marrësh. Ndërkohë sa Isufi merr domethënë emrat e nxënësve për shkak se para 3 vitesh i ka shënuar në një letër që të mos i harroj më. Një kujtesë rreth 41 vjeçare për nxënësit që e ka dhënë mësim për herë të parë. Është realisht emocionuese se si një mësues për 40 e sa vite nuk i harron
emrat e atyre që ai u ka dhënë mësim për herë të parë. Nuk po gjem për momentin emrat, po nuk ka problem. Isuf, në 41 vite mësimdhënie, cili ka qenë momenti më i vështirë i karrierës tënde? Momenti më i vështirë ka qenë largësia, kuptohet. Isha nga Dibra, largësia, dhe vështirësitë e terrenit kanë qenë, por kur gjen një ambient të ngrohtë, ato vështirësi nuk shkaktojnë dembelizëm për punën. Me thonë të jesh i përkushtu për punën. Nuk isha vetëm unë i lartë, po ishtin të gjithë armata e mësuesve në atë kohë, sepse vendi kishte nevojë. Kemi qenë nga Dibra 40 e sa djemë që marrun Shkodër institutin dhe Shenaz Jukën, shkollën pedagogjike. Po kishte edhe nga Tirana, po kishte nga Dushti, po kishte nga Tnemati dhe nga Përmeti. Mjafton të kujtosh atë mësuesin e lisit që ishte nga Përmeti, i cili u vra nga Rufeja, punonte në lis. Ashtu si puna imi ishte. Një fjalë, ishte mjafton që njeriu të ishte i përkushtuar për punën, vështirësitë pas mbrapa bashkë me shokët të lehtësohen. Isuf, një pyetje për shembull, shpeshe kur dëgjon mësues që kanë një karrierë shumë të gjatë, në gjithë vitet ku ti ke punuar, ka ndonjë nxënës që të ka ngelur në mendje më shumë se të tjerët edhe pse? Tani, unë thash para 3 vjetësh, kudo që kam lëvizur në 6 fshatra gjithsej, 2 në rrethin e Matit dhe 4 fshatra në rrethin e Dibrës, ande nga jam. Por, nxënësit e mirë kuptohet që nuk harohen. Por dhe ato që ishin të vështirë, edhe ato nuk harohen, sepse kam qenë, si gjithë shokët e mi, mundonim me mishë me shpirt që edhe ajtë përparoj si shokët e tjerë. Por mësuesi ka metodat e veta që të ketë një përparim të lartë, sepse zbart herën e parë mundohet për misionin që ka, për të mirën e atij brezi, sepse i përgatit themelet e njeriut. Shkolla fillore është baza, por puna e diferencume, puna e vazhdueshme, edhe format dhe metodat që përdorim na dhanë rezultate, që ne nuk jena me fjalë turpru, kur, për shembull, vite drejtori i shkollës, kabineti, kontrollet së shkëndërshimit e gjitha, dhe dilja mirë, atëherë s'kishte gëzim më të madh. Jo vetëm për vetëm time, por dhe fëmijët, kur meshin rezultatin, në ato gëzoheshin. Është më tepër se sa profesion, mësuesia është edhe pasion. Njerëzit është një punë që ti e ke dashur me shpirt dhe kjo pasqyrohet edhe nga mënyra se si ti flet dhe rrëfen historitë si mësues. Por një nxënës për shembull që të ka mbetur në kujtesë më shumë se gjithë nxënësit e tjerë. Ke ndonjë emër të veçantë? Unë kam pas nxënës të mirë, me që mbaj mend ka 57 vjet, dhe ndër ato është Sabri Ramazan Kurti, në klasë të parë. Baki Shaqyr Hysa, nxënës të mirë, guri i parë i themelit. Por ka pas edhe nga klasa e tretë, nxënës të mirë, ishte Qemal Shaqyr Hysa, Miftar Zenet Dalliu. Në klasë të parë kam pas i cili e mora vesh i ndjeri Ali Suleman Vaka, të cilët kur e mora vesh se është nda Aliu nga jeta, më erdhi keq, sikur t'ishte fëmija im, se mësuesi është prindi ditë,
Prandaj edhe kanga për mësuesin që jo përmendim e kemi pas në plan mësimor, mi fjalë këngën këndonim e përgatitnim dhe këndonim për festën e 7 marsit, mi fjalë këtë. Prindi ditë është mësuesi, sepse ai tjetri talent fëmin në shpresat tua dhe ti nuk përkushtohesh për të ngelet sikur je deficit ka shia ti prindi. A ti nxon si njëherë, pastaj edhe prindi është i gëzuar kur fëmia i përparon. Si organizoheshin me parë festat e 7 marsit, domethënë, se është një festë që besoj kishte gëzim, hare, muzikë, këngë, valle. Si organizoheshin? Në atë kohë ishte më të thjeshtë se sa të shti. Të shti është si pushimi, nesër për shembull, nxënësit nuk kanë mësim, e kanë aktivitet për festën e mësuesit. Po. Kuptohet, atëherë ka qenë praktiku shumë pak simbolike, sepse kushtet ishin të vështira, por mësuesi e gjente për ta kujtuar nga fëmijët që mos ishte e harrume, me ato kushtet që kishin, krijonin mbas mësimi, gjithmonë, se mësimi ishte ditë mësimi, dhe mbas mësimi bëshim me aktivitete, me ato kushte që fëmija ta mbaj mend se 7 marsi është dita e mësuesit dhe mësuesi për ato është si prindi. Jusuf, kam një pyetje. Në kohën e juaj, a merrnin mësuesit para për 7 mars, siç rëndom ditët e sotme? Në atë kohë, as që bëj fjalë për atë punë, që të marrin lek nga fëmijët. Por, më vonë, e praktikon qyteti. Se kuptohet se ajo është civilizimi më i madh në fillim, pastaj ajo depërton në përfshatra. Po unë vetë si mësues, tonë drejt me ndërgjegje, kur në kam prit që nxënësit të binë rishfet me fjalë lek. Ajo është dhurat, por nuk e nxis qatë punë. Unë për shembull, atje në Dibër, pavarësisht për ditën e mësuesit, u bëja dhurata kalamajve, me ato kushte, me ato forca, me ato punë, ndihmë ekonomike që kisha unë, ju vazhdoja dhuratat në shkollë. Por Ju bëja dhurata nxënësve për 7 mars. Po, unë bleja dhurata. Edhe atëherë ne nuk ishin gjë, fare. Bile, unë i meja mas dite, i meja në shtëpi. Edhe ajo në shtëpi ato nuk e haron asnjëherë. Sepse, kuptohet, si familje isha burrë dhe grue, e mësues ishin. Njëherë vinin, se kisha shkollën unë largë, pak në gjysore. Por, mbaroja mësimin, edhe u hiqa para, edhe qoja në shtëpi. Kuptohet, i që rastin me ato mundësi që kisha, por kur vinin edhe unë u krijoja kushte që ata shiroheshin. Shiroheshin edhe ndjeni vetë si shtëpinë e vetë. Në fshatarët e vetë ishin, edhe ato nuk e harren kur. Sa që edhe sot jem bo kuadra ata, edhe sa herë më takojnë thotë ku vishim ne për 7 mars, thotë, nuk është puna e qerasës se ato banë ishte ditë simbolike edhe ku do shkej ke mësuesi. Ata krijoshin ngrohtësi, dashuri, mësuesi për nxënësi, për nxënësi për mësuesin. Shiroheshin. Jusuf, do më lejosh të quaj mësues, pavarësisht se ju nuk më keni dhënë mua mësim, se kam qejf të quaj mësues, se ky është edhe profesioni juaj. Mësuesi Jusufi, sa ka ndryshuar mësimdhënia nga periudha ku ju jepnit mësim e deri sot? A është përmirësuar cilësia apo ka rënë cilësia mësimdhënies?
Gjatë kohës ku kam qenë unë, në shkolla jonë ka qenë në ndërtimin e një fjalë metodave të lindjes. Mas vitit 85, në shkollën edhe në shkollën fillore, u futën metodat e reja, sidomos ndërtim të matematikës moderne, metoda franceze, ndër të cilat u caktuar nga ministria, si mas rretheve, për pa eksperiment ishte. Se çdo gjë bëhet një eksperiment, pastaj vetë në zbatim. Unë ishte mësues në vitin 86, në fshatin Melan, mra për pjesë, isha më i vjetri, edhe detoria mendoj që shkolla ime ishte të zbatonte metodën e re të matematikës moderne, të DD. Dhe në vitin 86, Ministria e Arsimit, mbas 4 muaj punë, solli ekip kontrolle nga ministria. Bile i mbaj mend edhe ato që ishin të delegumt, ishte i Gani Gjaja, shefi kuadrit ministrisë, ishte ati ke shkolla ime. Ishte një mësues Nuk është problem për emrat. E rëndësishme është fenomeni domethënë. Recep Karaj nga Burreli, nga gura e Burrelit. Ishte mësues matematike në gurë të Burrelit. Ka qenë 3 vjet, ai ishte prapë drejtori i shkollës, fshatit tim, ku banoja, se drejtori i shkollës time ishte me një fshat tjetër, aty me ekipin tjetër. Me një fjalë, e morën klasën në dorë. Vetë ato, dhanë shkujtën pytit, ndrasë e zesh, ndanësit i zbatun, kretë, edhe nga 12 nxënës, asnjë nxënës nuk mori dobët. 2 vetë kanë marrë mira dhe tjetë morën shumë mira. Në atë kohë, mësimi ishte me mire, dobët e shumë mirë. Cilësia ishte goxha e mirë. Po sot, profesor, si është bërë arsimi? Profesor, arsimi sot ka deviju në qikë, sepse ndërgjegja e mësuesit, sikur ka ra kërkesat për nga kontrollet, qoftë nga ministria, atëhere seksioni i arsimit organizote kontroll mbas kontrolli. Sot nuk ka kontrolle, do të thuash? S'ka kontrolle. Unë kam pa, ka disa kom shku në për shkolla, rrim mësuesi ke dera, edhe shet, mos të shove drejtori në drejtori. Sa të shove lëviz në salon, futët në klasë. Nërësi atë du, pavarësin. Edhe mi fjalë, zhurë, gjona, nuk janë shumë përkushtuar. Edhe me krasim me punën të është me bëjet, lotërën vetën tonë, brezin tonë, por duhet të përkushtohen zanati se marim qafë brezneri. Brezneri të shpi edhe jënë shkput, edhe prindit, faj pak prindit është, sepse prindi nuk e do që fëmija mos mësoj, por e kalon shumë plirë, nuk e kërko llogari. Kërkesa llogarisë e mësuesit del e kot kur nuk e vën punë prindi. Profesor, doa një përgjigje të sinqertë. Kur keni dhënë mësim, ka qelluar për shembull që të juni një shuplak një nxënës, si të tërhiqni pak veshin, ta pickoni, se për shembull unë kam përjetuar këtë gjë dhe nuk jam kundra kësaj, pavarësisht se sot thonë që është dhunë, po fëmia sot janë shumë i lirshëm. Mos duhet diçka simbolike? Ju personalisht, për shembull, ju ka ndodhur të qelloni një nxënës, një shpull të lehtë për të kuptuar që diçka është gabim dhe nuk duhet përsëritur? Dëgjoj. Puna e mësuesit aq e bukur është, por edhe vështirë është, sepse ke të bësh me nervat. Por lumë kushe runë qetësinë edhe ftohtësinë, se për të kaluar në ekstrem o shkollaj. Por kur kalon në ekstrem, më mbrapa vijnë shumë faktorë ndikojnë. Më mbrapa mbaret
edhe nga prindi, në qoftë se unë e qëlloj fëmin e tjetrit, ka që të thot të lumë të dora, sa që më kanë thonë, mire ke bo, hiqa veshin një herë, unë i kam thonë, hiqa veshin ti një herë në shpi, pastaj unë e di si e i veshin edhe aj nuk e tregon këty, thash. Ama, kur vjen ti, e më kërcënon mu në sytë klasës, pse ma ke godit fëmin, atëhere a i merë zemër, edhe ndikon shumë negativisht për shok të tjerë, edhe fëmija është fëmi, edhe vepron se e tjetri, se thot ndër krah babi, si kur që doli filanit në krah. Me se kuptojnë dhe një shuplak të vogël e ka dhenë? Unë nuk them që s'ka bëva ki asnjëherë, ama i kam ra me marifet, por me marrëveshje me prindin. Po, që në rrasë se fëmija im ka bon? Se kuptohet, ta qërtojsh me metodat tuja. Po më në herë për shembull, zihën di fëmi, të shti, në qoftë se unë e godas njënin, e tjetrin nuk e godas për shembull, po të dive, një bëj punën time edukuse, po në e kalon, se punë, me nerva, e në unë njëri jam gjak, por me metodë, sa që nuk me një vesht prindit. Kuptoj. Profesor, për ta mbyllur gjithë këtë intervistë në lidhje me profesionin tuaj, ke një mesazh për t'i dhënë të gjithë mësuesve të rinj sot? Mesazhi im për gjithë mësuesit të rinj është që derisa ka zgjedh atë profesion për edukimin e brezit të ri, duhet të jenë shumë të dërueshëm, të përmbajtshëm, edhe të shumëfishojnë forcat, nëse e kanë mendën me ndet mësuesit gjatë. Se sot është më e vështirë se atëherë. Unë them, me që kam pa unë, si kam dalë, u bë 14 vjetë në pension, është e vështirë. Ama mësuesi i parë është prindi. Në qoftë se e lësho pe, aj baba, nëna, vllai i del në krah, kur fëmija bën gabime, aj atëherë merë fuqinë e më tepër, edhe të prish. I thomi, një druj shtremët prish këtë barën. Profesor Bunguri, ju falenderoj shumë për intervistën. Në fakt të shi, unë kam pasë në zëndë shumë shembullor, edhe të thomë me ndërgjigje që jatë shumë pak ngecë kam pasë gjatë ditëve. Edhe sa herë që më kanë atë ekipët të kontroleve, nuk e diskutoja se nuk e arri përparimin, por kisha halë këtë cilësia. Edhe fëmijët që kam kalu në përdor, kuptohet, unë kam qenë në shkollën fillore, por fillore është baza. Edhe nindet e kur e bon, muratori gjithë gurt më të mirë, sepse këto kamët e bajnë trupin. Puna e fillimit është gëzimi deri në fund. Puna e mbarë është gjithë punë, është kur thonë, fillimi mbarë. Profesor Bunguri, ju falenderoj shumë për intervistën dhe ishte shumë kënaqësi kjo intervistë me ju në datën 7 mars, duke dhënë dhe një mesazh për gjithë mësuesit e ri. Të dashur miq të Times, ishim me profesor Jusuf Bungurin, i cili na tregoi nga profesioni i tij si mësues në 41 vite eksperiencë dhe dha një mesazh të bukur qoftë edhe për mësuesit e rinj. Bashkë rishihemi në episodet e radhës.